nderuara familje Taci, nderuar kryetar Akademisë të Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zonja Justina Qiroka Pulja, të nderuar akademik, të nderuar kolegë, shok, miq, më lejoni që shkurt të lexoj vetëm disa bibliografi të shkurt për akademikun tonë të shquar Neçet Taci. Lajmi piktues për vdekjen e akademikut Taci e ka të nditur thellë, na ka të nditur thellë të gjithë neva anëtarët të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, punëtorëve administrative dhe teknikë. Neçet Taci lindi në vitin 1944 në Tërnaz të Bjanovcit, shkollimin fillor e kryon me lindje, ndërsa të mesmen në Leskovac, vitin 1960. Studimet e rregullta në lemin e kimisë i kryon në FSHMN të Universitetit të Beogradit në vitin 1966. Në këtë universitet i mbaroi edhe studimet pas universitare. Vitin 68 mbori gradën magjistër kimisë. Studimet e doktoratës i kryon në Fakultetin e Teknologjisë të Universitetit të Zagrebit në periudhën 70-73 me temën e doktoratës kontribut për përsaktimin e strukturës kimike të substancave organike të ngjillit të Kosovës. Atë mbrojti në vitin 1973 pranë moshën 29 vjeçare. Kjo është një rast shumë i veçantë. Vitin 68 Neçet Taci zgjidhet asistent në seksionin e kimisë të Fakultetit Filozofik. Vitin 70 zgjidhet ligjëruesi i kimisë. Vitin 71-73 ishte shefi i degës së kimisë. Në këto vite ka kontribuar shumë edhe për hapjen e Fakultetit të Mjekësisë dhe të Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës. Specializoi në disa qendra studimore të botës, një kurse e kriju në Liege të Belgjikës në vitin 70, kurse studimet e pas doktoratës i vazhdoi në Angli në Universitetin e Bradfordit, në vitin 74. Në vitin 74 zgjidhet profesor inordinar, ndërsa në vitin 84 zgjidhet profesor ordinar i Universitetit të Prishtinës. Kontribut i të theksuar, profesor Taci ka dhënë në vendosjen e bashkëpunimit me profesorët nga Shqipëria, duke filluar nga Akademia Kolpopa dhe profesorëve të tjerë të shkencave të natyrës në përgjithësi dhe të kimisë në veçantë. Përveç mësimdhënies në FSHMN me studentët e kimisë, ai gjithashtu me dekada ka mbajtur ligjërata në lëndën e kimisë edhe në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Ai po ashtu ka dhënë kontribut të theksuar në ngritjen akademike në udhëheqjen e punimeve të magjistraturës dhe të doktoratës. Disa nga kolegët i ka rekomanduar në qendra të tjera për studime pasdiplomike. Ka qenë udhëheqës disa punimeve të doktoratës në cilësinë e mentorit edhe në Universitetin e Zagrebit. Ai gjithashtu ka motivuar kohët e ri të merr pjesë aktive në punën kërkimore shkencore dhe ka nxitur pjesëmarrjen e tyre në forumet kombëtare dhe ndërkombëtare të shkencës. Analizën dhe krahasimin e rezultateve në shkencë, akademik Taci e ka bërë çdo herë duke u referuar burimeve relevante në shkencë, përmes revistave që janë botuar në platformat kryesore në botë. Këtë qasje e ka kultivuar për dekada dhe ajo është bërë pothuajse në Departamentin e Kimisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore. Në vitin 87 zgjodhet antar i Akademisë Evropiane për çështje mjedisit. Vitin 93 u zgjodhet antar korrespondent i Ashakut, ndërsa në vitin 96 u zgjodhet antar i projektit. Pra, si duket 30 vjet nga tash. Më pas është zgjedhur sekretari i përgjithshëm i kësaj. Ishte nisëtar dhe organizator i sigurimit të ndihmave për funksionimin e akademisë në periudha kur vendi ishte në rrethana të jashtëzakonshme. Letër mbështimi nga Kryesia e Akademisë së Shqipërisë për Kryesinë e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. E nderuar kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademike Justina Qiroka Pulja, të nderuar kolegë. Akademia e Shkencave e Shqipërisë shpreh kushtimet më të ndjera për ndarjen nga jeta e akademik Neçet Tacit, personalitet i shquar i shkencës, arsimit universitar
dhe jetës institucionale e politike në Kosovë. Akademik Nejat Daci do të kujtohet për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në zhvillimin e shkencës së kimisë, për përkushtimin shumë vjeçar në formimin e brezave të rinj të studiuesve dhe pedagogëve, si dhe për angazhimin e tij aktiv në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve akademike dhe shtetërore të Kosovës. Veprimtaria e tij shkencore, e shoqëruar me përvojë të gjerë ndërkombëtare, ka kontribuar ndjeshëm në afirmimin e shkencës shqiptare në hapësinë akademike europiane dhe më gjerë. Nderuara kryetare e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademike Justina Shiroka Pula, nderuar kryetar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Vizbuar Krasniqi, të nderuar akademik, të nderuar profesor, koleg dhe bashkëtar Babit. Në emër të familjes sonë, ju shpreh falënderim dhe më njohim më të thellë për respekt, nderimin dhe fjalët e mira që sot janë kushtuar babit tonë. Prania juaj këto është dëshmi e dashurisë dhe vlerësimit që ai ka gëzuar gjatë gjithë jetës së tij. Sot nuk kemi mbledhur për me kujtu një akademik, një profesor apo një udhëhes institucional. Sot kujtojmë një njeri që jetën e tij e jetoi me dinjitet, sakrificë dhe shërbim të pandërprerë ndaj dijes, vendit dhe njerëzve. Babi qysh herët, nga mosha 4 vjeçare, jeta ja puri mbisu me barën në rënd të rritjes pa prerë. Ishte një fillim i vështirë, por për babin kjo mungesë u shndroi në forcë, kjo dhimbje në karakter dhe kjo vështirësi në vullnet pa lëkundur për të ecur për barën. Gracias.